Bashkimi Demokratik për Integrim ka filluar vendosjen e përmendoreve të figurave të shuara historike dhe simbolet kombëtare në për periferi të Shkupit, duke harruar kështu përmendore shqiptare që duhet të jenë pjesë e projektit Shkupi 2014 dhe duhet vendosur në qendër të Shkupit. Profesori universitar Vebi Xhemaili shprehet se politika shqiptare ka dështuar në vendosjen e përmendoreve. Mirë, po deri tani politika shqiptare ka rapi provimi, për arsye se a dashur me kohë të vihen ato përmendore, që shqiptarët të ndinë veten, se dhe ata tu figurojnë dhe ata janë tu pjesëmarrës barabartë në kështet. Derisa për Mersel Bilalin mosvendosja e figurave shqiptare në sheshin e Shkupit paraqet degradim total për etnitetin shqiptar në Maqedoni. Strukturat cilët menaxhojnë me fatin tonë, ose me fatkeqësinë tonë, pra dëshirojnë ta kompenzojnë në mënyrë mbrapshte, duke ndërtu pra statuat ndryshme dhe përmendore në periferi, madje kisha thënë lidhësh edhe pas kasollave që mos t'ia prishin disponimin patronit kryesor i cili menaxhon me shtetin, pra kjo është një fatkeqësi e jona kolektive. Po mendoj është me të vërtetë është një degradim i atyre figurave, veçanërisht figura e Isa Buletinit, i cili për çështjen shqiptare kombëtare shkon deri në Londër. Prandaj këto figura eminente tona duhet të jenë në Shkup, siç është Goci Berçevi që kur nuk e ka parë Shkupin, figuron në Shkup, kurse Isa ka luftuar për Shkupin, prandaj ka vendin në Shkup. Derisa shqiptarët kërkojnë përgjigje se kur do të zbarkojnë në qendër të Shkupit Josif Bageri, Nexhata Golli dhe Pjetër Bogdani, serbët e Maqedonisë janë treguar më të shpejt, kanë vendosur edhe një përmendore në Shkup. Bëhet fjalë për përmendoren e carit mesjetar serb Jovan Uglesha.